Deputet dhe për kjo është një situatë paka shumë e ngjashme si herën para kësaj. Ne jemi dakord që të veprohet me shpejtësi të krijohen institucionet e vendit, pra të mos vënohet më Kosova, për të pas qeveri Kosova. Tani duhet presim edhe një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, për shkak se e dim se blokada është shkaktuar një vit nga kurti dhe vetëvendosje, por pashtu nuk kemi pa një gatishmëri të këtyre dy partive për një marrëveshje, edhe këtë për mi thjeshtu kush o kryeministri. Aleanca nuk ka qitë kushte dhe nuk qetë kushte për opozitën, por tani është momenti që të reflektojmë gjithë pra të mos e vonojmë vendin, nga ne të dy partit, LDK dhe PDK, e kanë një partnerë dhe jemi të gatshëm bashkëpunojmë me ta për t'i dhënë vendit shumicën. Zotja Radinaj, a jemi gatshëm për një koalicion juve të këna dhe LDK po me Lëvizjen Demokratike? Ju tregova për cilin opcion qeverisës punojnë. Unë besoj që do të arrijmë kësaj here, pra jemi të vetëdijshëm gjithë se është humbur shumë kohë, edhe pres reflektim nga LDK dhe PDK që të arrijmë një marrëveshje për një qeveri pra të partive politike nishma, në fakt aleanca PDK-LDK, kuptohet edhe pakicat josheve që do të mjaftonte për t'i dhënë shumicën vendit. Faleminderit e gjithëve, faleminderit gjithë qytetarët që kanë votuar aleancën në 2